mendoj se edhe vetë shteti, do të thonë, nëse ka Kosova nevojë për investim strategjik, është energjia. Do të thonë, të dy autostradat tona, do të thonë edhe kjo për në Shqipëri edhe kjo për në Maqedoni, e kam vlerën e përgjithshme të rrumbullaksimit pavarësisë energjetike të Kosovës. Eksakt. Pra, edhe kanë shku 3 miliardë diçka. Edhe hidro, edhe gazin sintetik, do të thonë brenda një 10 vjetëshi, po të merrej një vendim, ne me gjitha ato para që janë shpenzuar për rrugë do të krijonim jo vetëm pavarësi energjetike të Kosovës, por do të ishim eksportues i energjisë, qoftë e hidrogenit apo diçka. Edhe që arti i kësaj diplomacie është të gjenden investitor të fortë, të gjenden grante apo grante më pak kredit të mira, sepse sot në energji me të madhe, do të thonë, ipen kredina. Tham parës që Evropa i ka dikun 600 miliard dedikume dhe unë jam i bindun që projekte të tilla nuk i kanë shkuar akoma, se shumë lehtë do të mujnë, sepse edhe Evropa e mbron vetën fundit. Absolutisht, kjo do të thonë duhet jetë njëna prej pikave kryesore në relacionin tonë me Evropën, është se si do ta mbrojmë ne ambientin e Ballkanit Perëndimor me konvertimin tonë në energji të ripërtritshme. Eksakt. Që është momenti mirë për me kalu të pyetjet të cilat ti mendon se ja vlen të përgjigjem unë. Po, veton unë pyetjen e parë, po ka përcaja, ajo ishte a din dallimin mes megavatit dhe megavatorës, po mendova kur ta pash CV-n, thash nuk do të ishte shumë ferr me të pyet për induksione, fusha magnetike gjatë tilla, kështu që mendova, i bëj disa pyetje që me të vërtet, sado që unë e ti kemi bisedu shumë në jetë, se jam i sigurt që kështu eksplicite kom ujtë për me i ba. Dhe ato pyetje që merrën në mënyrë them natyrale ishin kanë bajnë me një opus tëndin shumë të rëndësishëm, që ishte vitet e 90-ta, që ishte lufta për liri, për pavarësi të Kosovës e të gjitha tjerat, dhe brenda asaj unë shoh pak a shumë lidhje edhe me shumë sfida të cilet sot i mbajmë. Dhe në qoftë se muj me thonë që ke qenë, më stom në kry, po brenda një numri jashtëzakonisht të vogël të njerëzve gjatë viteve të 90-ta, i cili e ka bajt barën e diplomacisë së një veprimi të madh që Kosova brenda alternativës, ta quajmë kosovare, kishte e ki bajt atë barë. Sigurisht edhe me disa njerëz tjera, edhe pse në atë kohë organizimi ishte ndryshe. Në një mënyrë ti ke qenë një volonter shumë i mirë. Në atë kohë dhe një pjesë e madhe e kësaj bare, e cila kishte presionim që ti pus në lojë faktorët aq do me thënës, aq të rëndësishëm për ne, sepse vetë do të mund t'ja dilnim, më bon që të pyes ajo që e bonët, dhe thash hajt ta kombinoj me ato pyetjet e gazetarëve, se shpeshherë gazetarëve i kanë 2-3 klishe gjithmonë, edhe kur janë të përgatitur mirë i përmendin ato klishe dhe dalin mirë. Njëra prej klisheve është nëse kishe mujt me ndryshu diçka. Nëse kishe mujt me ndryshu diçka në atë veprim që e bonët atëherë, në rend të parë duhet të them se nuk ishte vetëm ajo pjesa e diplomacisë ku ti ishe aktiv, kishte shumë mrenda të cilët e nxitnin diplomacinë tjetër, po në këtë aspekt. Ta merr mendja që keni përgjigje për këtë? Kam një përgjigje e cila është pak më e gjatë dhe cila nuk lidhet drejt për drejti me diplomacinë me shtete tjera. Më duket se sfida ime më e madhe nuk ka qenë t'ja u shpjegoj të tjerëve, edhe pse ka qenë sfidë, ne kemi qenë Kongres Amerikan shpesh, unë kam qenë personalisht shumë herë, sepse ka qenë forma e ndikimit të State Departmenti nëpërmjet Kongresit Amerikan, medje e tjera. Problemi më i madh ka qenë diplomacia mes nesh. Problemi ka qenë i shpjegimit të asaj se çka realisht duam. Edhe po du me
e ilustrumeni, bisedova me disa prej avokatëve të cilët janë në ekipin mbrojtës në Hag, të disa prej të akuzuarve, dhe pyetja e cila gjithmonë është shtru është formimi i qeverive së përkohshme, qeverive tranzitore, etjera. Kosova këtu ka dështu në fakt, dhe kemi mund të jemi më të mirë, sepse nuk arritëm që në pikën kritike, në vitin 1999, ta presim çlirimin e vendit me struktura të përbashkëta të partive politike, të UÇK-s, të një spektri të gjerë, ta presim të unifikuar, në mënyrë që ta fillojmë jetën në liri në formë të unifikuar. Ato e kam, domethënë, në Paris, kur duhej me nënshkru tash marrëveshjen e Rambujës në ceremoninë formale, ne kemi majt një mbledhje të delegacionit të gjerë, pat shumë ma tepër njerëz se sa që kishin në Rambuje, dhe kur dështoi formimi i qeverisë së përkohshme, spaku sugjerova, hajde të formojmë qeveri komunale. Hajde të merren vesh partitë politike, LDK-ja, UÇK-ja, LPK-ja, çka ka pas aty prej partive, le të bëhen bashkë që ditën kur se vendi do të çliroj, do e mos, do të hynte NATO, domethënë ajo ishte një vendim strategjik tash. Por momenti kur do të vinin ndërkombëtarët, domethënë administrata ushtarake dhe administrata civile në Kosovë, në filan komune do të dilte kryetari komunës, thoshte, mirë se erdhët, kjo është komuna e jonë, në këtë komunë tonë ne jemi në dispozicionin tuaj, t'ju ndihmojmë si njerëz që keni ardhur në administrimin ndërkombëtar, dhe ne përfaqësojmë spektrin politik në përgjithësi. Dhe kjo do të lehtësonte tranzicionin tonë jashtëzakonisht. Edhe aksesin e gjithë. Tu ndëgju këtë, e di që sfida më e madhe ka qenë të gjindën alternativa, të gjindën rrugica, jo rrugë, jo vetëm për të tregu botës se çka po ndodh këtu, po për t'i nxit ata që brenda një strategjie që ne kishim krijuar, apo të paktën brenda një objektivi që e kishim ne këtu brenda, të na ndihmojnë këtë punë. Dhe ishte shumë e rëndësishme atëherë kur një grup i vogël ju ishit për ditë, para se përmende kongresit, ishit diku apo të paktën ju ftonte dikush, njëna prej këtyre gazetave më të mëdha në për zyrët apo shtëpitë e juaja këtu. Dhe ky është një moment tjetër, po një moment që mu më kalon gjithmonë shumë përshtypje të mirë, dhe nëse më thot dikush mi thuj të ri më të bukurat e novejtave dhe veprimit alternativ që e bonëm, shtetin e dytë që e kriju në paralel, atëherë më kujtohet kjo. U tha se ne u pa që populli i gjujti liberesat e Partisë Komuniste, të gjithë u bon LDK. Por këtu diçka ishte një problem, në u tha që nga një sistem monopartiak, po shkoni në sistemin e dytë monopartiak, e heket Partinë Komuniste, e keni LDK-n. Dhe ju ishit një grup i vogël të paktën, ma falin ata të cilët këtë ignorancë time që nuk i di detajet kur flitet se kush kur çka i tha me këndishin, por të paktën e di ajo qysh si u reflektute ne qytetarët. Ju ishit një grup i vogël i cili duket vendosi normal në bashkëpunim me presidentin Rugova, sepse ai ishte i hapur dhe kjo ishte një prej tipareve ti më të mira, sepse ishte i hapur, nuk monopolizoi qysh ma vonë u pa që gjithkund në Evropë, në Ballkan posaçërisht krijon monopole të atyre të cilët e shohin veten në krye të radhës. Ju një grup thatë, hajde shpejt të themelojmë parti tjera. Nëse më gabim ma thu, ishte Shkelzen Maliqi, ishte Ivzi Islami e tjera, të cilët një numër shumë i vogël. Thatë shpejt na duhet, sepse nëse duam t'i bëjmë zgjedhjet, atëherë dojmë pa që ka parti aty. Dhe erdhet ajo që më lidh mu shumë pak më lidhin me atë kohën kuptim të veprimit konkret si pjesë e grupit, se më lidhin shumë gjëra tjera, por jo kjo. Erdhet te unë dhe më thatë, na vjen partia e Gjelbërt.
lutëm, bone një program tjera pregadit në partinë e Gjelbërt, erdhe Shkelzen Maliqi dhe ti. Në kësio. Dhe ullëm shpejt, unë bona një farë programi e tjera të partisë Gjelbërt. Pse bashkë e Gjelbërta? Sepse Gjelbërta mund të kalonte në të kohë akoma lidhja socialiste ishte në veprim, ishte gjallë. Punonte dhe në kuadër të lidhjes socialiste mundeshin, kishte logjik, do thonë ekologët, ashtu si që peshkatarët edhe plumagjit, mundeshin me u regjistru, kështu që kishim një modus për me unëzerë, nëse kur që qetër në qofë se na blokon policia. Dhe atëherë ndodhi diçka e çuditshme, shumë e bukur, shkum në themelimin e partisë Gjelbërt Kosovës në sallën e kuqe të fakultetit filozofik, fakultetit shkencave shoqërore kështu. Salla kuqe ishte kryemfut mrenda kam të mu pren për plot, jo vetëm tullun, duket 400 vende kanë qenë, por edhe shkallëve ishin ullë njerëz, kanë ardhur për me e pa themelimin e një parti politike që ishte Partia e Gjelbrit e Kosovës. Ju dulët, kujtohet Shkelzenis, po më kujtohet ishe edhe ti, në atë pjesë, dulëm para tyne, lexum programin e tjera, kush e di sa mrenda, sa njerëz policisë kanë qenë, po nuk ndodhi asgjë dhe shkurt e jetësum u themelu Partia e Gjelbrit e Kosovës. Mande ju i kishit ato pistat e juja tjera, ti boni partin parlamentare, boni Shkelzeni shkoj ka social-demokrat, i vziu shkoj nga kjo po tjera. Lazar Krasniqi, Partia Demokristjane. E tjera, Demokristjane, e tjera, me fjalë tjera, shumë shpejt. U boni marrëveshjen mes juve të cilit ishit maqit një bartë madhe të veprimit alternativa tjera, për të mirë të vendit. Si ishte koha si them, tregohet cila partia po cili njeri është më i rëndësishëm, ju vendoset me bo këtë punë. Dhe pyetja o tash,